dhe vetëm ai që e ka guximin shumë madh. Por megjithatë në ato komuna tash do të qeverisen nga kryetarët që vinë pikërisht nga lista serbe. Po sigurisht që një pjesë e madhe e qytetarëve atje janë serbë dhe ata kanë fituar votat dhe do të qeverisin. Por nuk do të thotë kjo që përderisa qeverisin një kryetar komune mund të bëj barrikadat e mund të bllokoj atë pjesë ashtu siç ka qenë bllokuar. Nuk mundem unë nesër si kryetar komune ta bllokoj obilisjen, pavarësisht se jam kryetar komune, aty funksionojnë organet e shtetit, njëjtë sikur në obilisje në Leposavić, Republika e Kosovës cep me cep tashmë është në duart të sigurta dhe është e lirë në çdo pjesë të saj. Dhe pavarësisht që do të qeverisim këto komuna pra nga kandidatët, tashmë kryetarët nga lista serbe, nuk presni që të ketë ndryshim të situatës atje? Unë nuk pres që do të ketë ndryshim. I bëj thirrje atyre qytetarëve që të respektojnë rendin dhe ligjin. Dhe sigurisht që shteti jonë është atje me kokë e këmbë për ta mbajtur rendin e ligjin si në Leposavić, Zubin Potok, Mitrovic, Dverit e Zveçan, ashtu edhe në të gjitha pjesët e Republikës Kosovës është shteti jonë, është policia jonë që mban rendin dhe ligjin. Mirë, kemi kohë mjaftueshëm për të folur natyrisht edhe për këtë çështje, për atë se çfarë do ndodh të dielën, zoti Thaçi. Pra, çfarë presni realisht të dielën kur është edhe afati, përfundon afati kushtetues? Cili është plani i vetëvendosjes me kë synoni ta formoni qeverinë? Unë pres të dielën ta kemi formimin e qeverisë Kurti 3. Pra presni që të prezantohet kabineti i ri qeveritar dhe të votohet? Absolut po, pres që ta votojmë kabinetin e ri qeveritar, qeverinë Kurti 3, prandaj shpresoj shumë që kjo do të ndodhë të dielën apo ndonse edhe para të dielës. Edhe para të dielës mund të ketë seancë që do të votojë qeveria Kurti 3. Por pikpyetja e madhe siç thash janë numrat, votat, zoti Thaçi. Përveç atyre të minoriteteve që i keni disa 8 prej tyre apo jo. Po. Janë në pyetje edhe 5 vota që arrihet numri domosdoshëm. Nga kush? Unë e thash edhe më herët, nuk më takan, as nuk jam i thirrur që të jap detaje se si do të bëhet formula e koalicionit, po mbi gjitha i bëj thirrje gjithë atyre deputetëve që deputetëve vullnet mirë dhe ata që e kanë guximin që ta formojnë qeverinë Kurti 3 më së largu të dielën. Është afati edhe është koha kur duhet ta kemi qeverinë Kurti 3. Zoti Kurti e quajti proces të jetë vështirë formimin e qeverisë së re. Tha që atmosfera është toksike, ka xhelozi e inate, ndër të tjera zoti Thaçi, kush po ju xhelozon, kush po ja ka inatin? Po, siç po shihet, mund të ketë të drejtë, sigurisht, Kurti kur e thot një gjë të tillë. Mirë po shpresoj dhe bëj thirrje që këto inate, këto xhelozi të kalohen, të tejkalohen dhe të vazhdojmë tutje me formimin e qeverisë dhe krijimin e institucionit tonë që është shumë i rëndësishëm për vendin edhe për ekonominë e vendit dhe sigurinë e vendit.